E pazimi do të vijojë në traditën e veçantë të kësaj dite me parakalimin e ekipeve dhe shkollave. Para që do të vinë në parakalim është ekipi gjimnastika. Me një duar trokitje i mirëpresim.
Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në gjimnastratën e vitit 2026. Falenderoj zotin Ylli për prezencën, kryetarin e bashkisë zotin Bernard Beci, drejtoreshën e drejtorisë nacionale të Shkodrës, zotin Beseta Kadia. Gjimnastrata është një vit radhës që zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Është një bëbat një traditë, gjimnastika i bashkon njerëzit, sporti i bashkon atë garancia e çdo që futën e përpëresa në vend panesa. Shkolla këto fëmijë janë arme e çdo ekipit, e çdo sporti, jo vetëm për gjimnastikën, por këto fillojnë pasat që merren mësimet e para për të parë sport. Gjimnastika është procesu kryesor nga fillohet që është haja e të parë sport. Kush fillon me pas sport pa gjimnastikë? Kjo aktivitet pa të bashkëpunim me drejtorinë arsimore, me bashkinë Shkodrës, mbështetjen e bashkisë Shkodrës, të cilët në çdo moment kanë pranë federatës, kanë mbështetur gjimnastikën shkodrane dhe shqiptare. Unë uroj të gjithë pjesëmarrësve që të kalojnë një ditë të sushme, të presim ky aktivitet kaq masiv dhe kaq i bukur për mendjen e të gjithë fëmijëve, edhe ta shijojmë në momente, edhe ju uroj një divertimin sa më të këndshëm dhe të kalojmë sa më bukur. E falenderojmë një duar trokitje zotit Leonard Lule dhe ta shkojmë për pjane për shëndetse do të njojmë me një personalitet të rëndësishëm të sportit shqiptar. Ai është presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, por gjithashtu një mbështetës i vazhdueshëm i sportistëve shqiptar dhe i lëvizjes olimpike. Por në promovimin e sportit dhe vlerave olimpike në Shqipëri. Me një duar trokitje zotit Fidel Ylli. Të dashur sportistë, para njerë ju prindër që keni ardhur sot dhe keni mbushur këtë pallat sporti. I nderuar kryetari i bashkisë, presidenti i federatës së gjimnastikës, shoku dhe miku im Leonard Lulej, që i ka dhënë një ndryshim rrethësor këto 5 vitet e fundit gjimnastikës, që është një sport prioritar për Komitetin Olimpik dhe për lëvizjen olimpike në shkolla. E nderuar drejtoresha e arsimit Shkodrës, shefi i klubit Vllaznis, sot është një ditë e rëndësishme për lëvizjen olimpike, jo thjesht për të mbushur një pallat sporti, por të dhënë një mesazh shumë i rëndësishëm për prindërit, që të sjellin fëmijët e tyre po pranë sportit, më pranë këtyre palestrave, se do të jenë më të shëndetshëm për veten e tyre, për familjen dhe për shoqërinë. Sporti gjimnastikës është një sport i rëndësishëm për gjitha sportet. Asnjë sport nuk mundet të bëjë pa bërë ushtrime gjimnastikore, pa bërë dhe atletike. Janë dy sportet, mbretërit dhe mbretëresha e gjitha sporteve. Prandaj si presidenti i Komitetit Olimpik dua t'ju jap një lajm që qeveria shqiptare për 4 vite rresht i ka dhënë Komitetit Olimpik një projekt në lëvizjen olimpike në shkolla për voleboll dhe për basketbol, ku këtë vit dhe një ekip i Vllaznis për djem në basketbol ka dalë fitues në Republikë për sa i përket ekipeve sportive në shkolla. Por sporti nuk bëhet dot as në Komitet Olimpik, as në federat, por sporti bëhet në bashki, sporti bëhet në shkolla, prandaj dua ta falenderoj kryetarin e bashkisë së Shkodrës, shokun dhe mikun tim Bernard Beci, që i ka dhënë një mbështetje dhe një gjallëri lëvizjes olimpike në këtë qytet, duke pasur 10 qytetin europian i sportit, ku kemi bërë aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare për të promovuar sportin, turizmin dhe vlerat e këtij qyteti të jashtëzakonshëm. Dua t'ju uroj suksese në ardhin punën tuaj dhe vjetën kam qenë në këtë gjimnastrat, po këtë vit që nga akoma më bukur, paska më shumë njerëz dhe më shumë pjesëmarrje. Ju uroj suksese dhe fitoj kushëzimi i mirë. Ai është mbështetës i aktiviteteve sportive, rinore dhe kulturore në qytetin tonë. Ka treguar vazhdimisht për kushtim për zhvillimin e sportit dhe krijimin e më shumë hapësirave për dritë. Është me si veçantë kemi sot mes nesh kryetarin e Bashkisë Shkodër, zotin Bernard Beci. Këtë atmosferë të jashtëzakonshme, dhe të drejtën nuk kam parë kaq shumë fëmijë dhe të rinj kaq të gëzuar, kaq energjik, kaq fizikisht të përgatitur,
Dhe këto me sa e kuptoj unë e bën vetëm ajo që bën ju. Gjimnastika krijon një mrekulli tuaj që ju jeni sot fëmijë të shëndetshëm, me letëri, me energji, dhe ta sillni edhe ne këtë knajsi energji në qytetin tonë të bukur që jetojmë shumë sot. Jam shumë i lumtur sot që kam në krah presidentin, një nga sportuesit të mbështetjes së sportit gjithkund, por veçanërisht në Shkodër, dhe presidentin e Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, Ivo Nardi, i cili gjithmonë më surprizon në mënyrën se si organizon këto evente kaq të mëdha. Kështu që është fat i madh që në një qytet si joni, me një rinj mrekullueshëm si qeni ju, me profesor e tradit të sportit si që kemi dhe që kalojmë nga breza, ta qojnë dhe mëtej. Do i përrajë shumë të punoni fort, do i bështesim shumë, do punojmë shumë që këta atmosferë të mrekullueshme që keni kryer sot në Palatin e Sportit, ta kemi gjithmonë dhe kudo në Shkodër. Ju uroj që të gjithëve suksese. Falenderojmë një duar përvitit zotit Medvedeci. Me radhën që do të flasim është ajo që ka pushtetur vazhdimisht aktivitetet edukative dhe sportive të nxënësve dhe të nxënësve. Sporti dhe arsimi ecin gjithmonë së bashku dhe për këtë arsye është sot mes nesh drejtoresha e zyrës vendore arsimore në Shkodër, zonja Brisela Truma Kadia. Përshëndetje nxënës, mësues, pritër, zoti Ylli, faleminderit që jeni gjithmonë prezent në organizimet tona. Zoti Peci, shumë faleminderit për mbështetje dhe veçanërisht më përshëndet zotin Nard Luli, që është ai që i tha je gjimnastikës. Ne po organizojmë gjimnastradën që ta shkruajmë na fut në rrugën e traditës dhe besoj është një traditë që do vazhdojë gjatë. E gjithë kjo është ajo që na sporti bën. Vërtet sporti na bashkon, na frymëzon. Është e rëndësishme masivizimi i sportit dhe ky masivizim nuk mund të ndodhë pa bashkërendimin e gjitha institucioneve që vazhdojnë dhe mbështesin. Komiteti Olimpik me krijimin e ekipeve sportive në shkolla, Bashkia Shkodër me investimet e vazhdueshme në terrenet sportive që janë prioritare për zhvillimin e sportit dhe veçanërisht ditën e sotme në Arti për këtë organizim ose bashkë organizim që kena bërë, që ka mbledhur së bashku ekipe nga gjithë Shqipëria për edhe shkollat e qytetit të Shkodrës. Unë i uroj shumë suksese skuadrave fitur për pjesëmarrëse, qytetit të Shkodrës, por veçanërisht skuadrave të gjimnastikës që nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Ajo që bën sporti është ky, bashkon të gjithë institucionet, njerëzit, shkollat, mësuesit, prindrit në një organizim të tillë që gjithmonë e më shumë do përmirësohet dhe do prioritizohet në organizimet tona. Suksese gjithëve! Jemi një duar përvitje për në rëmë të deputatë të përstuarit të në. Është momenti që pas fjalë të fërmëzuese ka ardhur edhe momenti më i bukur i kësaj dite. Do të ftoj që me radhë të largohen skuadrat dhe ekipet nga salla për të liruar vendin për performanca, duke filluar nga shkolla Ndërmjeta,